A mund të jetë njëri i mirë një fytyrë e keqe, dhe pse na duket i ligë një person i shëmtuar? Ajo që të ka mësuar mami është se pamja nuk ka rëndësi. Rëndësi ka ajo që ke brenda teje. Por ne gjithë e dim që kjo është një gënjeshtër. Njerëzit e bukur paguhen më shumë, marrin më shumë vota. Edhe të pandehurit, tërheqës të pashëm në gjykat marrin dërmime më të lehta. Frankenstein i Mary Shelleyt e ekspozon këtë gënjeshtër dhe na tregon se pamja ka rëndësi. Madje shkon edhe më larg. Nuk është thjesht që dukja jon ka më shumë rëndësi se sa brendësia jon. Është sepse në një farë mënyrë pamja jone e jashtme tregon të vërtetën brenda nesh. Bukuria bëhet baraz me të mirën, ndërsa e shëmtuara me të keqen. Në këtë video do të kuptosh pse qenit i shëmtuar rrezikon të të kthejë ty në njeri të keq. Do të flasim për disiplinën e harruar të fizionomisë dhe çfarë do të thotë gjitha kjo për ty që jeton në botën e sotme të fiksuar pas pamjes. Ky është një roman që ja ke dëgjuar shumë shpesh emrin, por mund të mos e kesh lexuar. Çfarë ka këtu brenda? Frankenstein i Mary Shelleyt tregon historinë e një shkencëtari shumë të ri dhe jashtëzakonisht të talentuar, Victor Frankenstein. Shumica e njerëzve mendojnë se Frankenstein është emri i përbindshit. Nuk është. Është emri i shkencëtarit, një djalosh shumë i ri dhe jashtëzakonisht i talentuar i cili bën diçka që askush përpara tij nuk e kishte bërë. Ai zbulon një mënyrë për të krijuar jetë. Dhe kështu, krenaria e tij shkencore e shtyn të bëhet njeriu i parë që krijon një qenie njerëzore me mjete artificiale. Për 2 vite me radhë, Frankenstein punon natë për natë. Hyn në varreza dhe gërmon pjesë trupash të vdekurish për t'i bashkuar dhe për t'i dhënë jetë. Është e qartë pra nga mundimi i tij se ai synonte që krijesa e tij të ishte e bukur, sepse zgjodhi pjesët më të bukura nga këta trupa. Por, në mënyrë të çuditshme, kur i bashkoi të gjitha pjesët, rezultati ishte një përbindësh rreth 2.5 metra i gjatë, tipari kryesorit e cilit ishte shëmtia. Me lëkurë të verdh, aq e hollë sa i dukeshin muskujt poshtë saj dhe sy të lagësht të frikshëm. Krijesa ishte aq e shëmtuar sa Victor Frankenstein sapo i dha jetën e braktisi me neveri dhe thjesht u largua prej saj, e la vetëm. Dhe këtu fillon historia e vërtetë. Ka diçka të çuditshme me këtë libër, sepse megjithëse është një klasik i horrorit, në të nuk ka asgjë që të tremb. Dhe besoj se arsyeja e kësaj është kjo: përbindshi ka një shpirt të butë, disi racional, madje guxoj të them edhe etik. Ja çfarë nuk kuptoj me këtë gjë. Kur e shohim krijesën për herë të parë, përpara se gjërat të shkojnë keq, ajo është aq e mirë, e butë, e pastër, përpiqet të ndihmojë njerëzit. Shikon një vajzë të vogël që po mbytej dhe e shpëton. Më pas qellohet nga kujdestari i saj thjesht sepse dukej tmerrsisht i shëmtuar. Në një rast tjetër, krijesa fillon të vëzhgojë një familje që jetonte e izoluar në pyll. Me kalimin e kohës dashurohet me këtë familje, i admiron fshehurazi dhe dëshiron të bëhet pjesë e kësaj familjeje. I ndjek, i ndihmon, pret drut, pastron borën, të gjitha i bën fshehurazi pa dijenin e tyre dhe pret momentin e duhur për t'u prezantuar me këtë familje. Një ditë, një rast kur fëmijët largohen nga shtëpia, mbetet në shtëpi vetëm babai i familjes, i cili ishte i verbër, pra nuk mund ta shihte krijesën, dhe biseda mes tyre shkon mrekullueshëm. Krijesa arrin të bisedojë shumë mirë me të dhe madje fillon të krijojë një lidhje me të. Por në mes të bisedës kthehen fëmijët, e shohin këtë gjë të frikshme pranë babait të tyre dhe e dëbojnë me dhunë. Vetëm pas këtyre përpjekjeve të dështuara, pas refuzimit të padrejtë nga njerëzit, krijesa mbushet me mlleth dhe nis rrugën e hakmarrjes. Por edhe gjatë kësaj rruge, sipas vetë rrëfimit të saj, përbindshi ndjen një pengesë për shumicën e veprimeve të tij të këqija. Dhe kjo është shumë domethënëse, sidomos kur e krahason me figura tjera klasike të letërsisë botërore, për shembull siç është Satani tek Paradise Lost, apo veprat e tjera, të cilët ku përbindshët nuk e ndjejnë pengesën për të keqen që bëjnë. Fakti që përbindshi ndjen pengesë do të thotë se ai ka akoma një lloj busulle morale brenda tij. Sado e dobe qoftë ajo, ai e ndjen që e ka shkelur. Prandaj them se krijesa ka një shpirt të butë, të pastër dhe në fund edhe etik. Dhe për mua, kjo është pyetja qendrore që ngre libri. Si është mundur që shëmtia, tipari kryesor i krijesës, e shndërron një shpirt të mirë në diçka të ligë?
Dhe kjo është pyetja qendrore e librit. Dhe ajo që mendoj unë është se Shelley e vendos qëllimisht këtë gjë në qendër të librit, të veprës. Leximi që shumica e njerëzve zgjedhin është leximi social. Pra ideja e leximit social që i bën njerëzit librit është kjo që Viktor Frankenstein e braktisi krijesën menjëherë pas lindjes së saj. Kemi pra sjelljen e babait mungues. Pastaj shoqëria e paragjykoi dhe e trajtoi keq gjatë gjithë jetës përbinshin. Dhe nga ky kombinim pra braktisje dhe paragjykim lindi ligësia. Sipas këtij interpretimi, shëmtia lidhet me ligësinë sepse të shëmtuarit paragjykohen nga shoqëria dhe kjo krijon një lloj mlefi social brenda krijesës. Me fjalë të tjera, krijesa fillon ta konceptojë veten të keqe vetëm sepse kështu njihet nga të tjerët, sepse ky është lloji vlerësimi që të jep një shoqëri paragjykuese. Mendoj se ky është një shpjegim mjaft bindës. Kjo lidhet edhe me një fenomen modern të kohëve tona, që janë ata beqarët jo fort të pashëm dhe në një farë moshe. Beqarët jo të pashëm janë burra që e shohin veten si të paaftë për pasur marrëdhënie me gra kryesisht për shkak të pamjes së tyre. Dhe kjo krijon një mlef të thellë i cili ndonjëherë përfundon edhe në shpërthime tragjike e dhune e çfarë mos, gjëra që i keni parë në lajme, që shkojnë përtej atyre që kryen përbindshi i Frankensteinit. Por ajo që në të vërtetë po kërkon beqari i shëmtuar nuk është thjesht akti, nuk është vetëm çlirimi fizik. Ata mund të paguajnë për atë gjë, mund ta kënaqin veten. Ajo për të cilën ata po lëngojnë në të vërtetë është një formë njohjeje apo vlerësimi romantik. Është pra një nevojë bazike shoqërore për të cilën ata kanë uri dhe për këtë arsye disa nga kërkesat e komunitetit të beqarëve në moshë pasqyrojnë pothuajse identik kërkesën që krijesa e shëmtuar bën në roman. Në diku nga mesi i librit, përbindshi e përball Viktor Frankensteinin duke i thënë: "Krijo për mua një shoqe femër, po aq të deformuar sa unë, po aq të shëmtuar sa unë." Dhe tani gjërat bën interesante. Pse po aq të shëmtuar sa ai? Sepse vetëm atëherë kur të dy janë të përjashtuar nga shoqëria, krijesa ndihet e sigurt që ajo, shoqja e saj, nuk do ta braktisë, që do të qëndrojë me të. Në mënyrë të ngjashme, një nga idetë e hershme ishte pra tek beqarët koncepti i përputhjes së pamjes, looks matching, përputhen. Ideja është që njerëzit me nivel të ngjashëm tërheqje duhet dhe realisht përfundojnë të lidhen me njëri tjetrin. Pra beqari i shëmtuar nuk po thotë dua një të dashur shumë të bukur. Ai po thotë dua një të dashur të shëmtuar, sepse vetëm atëherë ndihet i sigurt në njohjen romantike që kërkon. Dhe kjo na tregon dy gjëra. Së pari, kemi të bëjmë me një psikologji reale në veprim, në mënyrën se si mlefi social pra i njerëzve mund ta deformojë një shpirt të mirë dhe ta kthejë në të ligë. Së dyti, ne mësojmë se sa forcë motivuese ka vlerësimi nga tjetri, sa thelbësore është për njeriu të njihet, të pranohet, të dëshirohet. Sipas këtij leximi të parë të librit, pra lidhja midis shëmtisë dhe ligësisë nuk është thelbësore, është produkt i paragjykimit njerëzor, shoqëror. Shoqëria vetë është një fajtore që është fiksuar pas pamjes. Shoqëria vetë pra është një Frankenstein i madh që prodhon përbindsha. Nëse shoqëria do ta kishte trajtuar krijesën ndryshe, siç ishte gati të bënte babai i verbër, ajo nuk do të ishte bërë kaq e keqe. Ky është një shpjegim social, pra, që shumica përdorin për të kuptuar lidhjen mes shëmtisë dhe përbindshit dhe ligësisë së tij. Ky është një argument shumë i fortë, por ka dy pika të dobta dhe e para këtyre pikave të dobta është kjo. Edhe nëse pranojmë që ishte vetëm reagimi i shoqërisë ndaj shëmtisë së krijesës, gjëja që e bëri krijesën të keqe, moralisht, të ligë, ndoshta vetë këto reagime të shoqërisë janë të lindura. Pra, po sikur paragjykimi që shoqëria i bën shëmtisë të mos jetë i mësuar, por i lindur. Në roman ka një episod që ngre pikërisht këtë pyetje. Krijesa vetë përbindshi arsyeton kështu duke thënë: "Të rriturit janë të korruptuar nga shoqëria, kanë mësuar të paragjykojnë. Por një fëmijë i vogël, ai është i pastër, nuk është mësuar ende të ketë frikë nga pamja ime." Dhe për ta testuar këtë një ditë, i afrohet përbindshi, i afrohet një fëmijë të vogël që ishte vetëm. Fëmia e shikon krijesën dhe i thot: "Lërmë, ik përbindësh, do të më hash, je një gjë e egër, e shëmtuar." Asnjë i rritur nuk ja kishte mësuar këtë gjë fëmijës. Reagimi, pra reaksioni i fëmijës ishte spontan, instinktiv.
Dhe ky moment në libër sugjeron diçka shumë të fortë. Po sikur neveria ndaj shëmtisë të mos jetë një produkt i shoqërisë, por diçka që e kemi ndërtuar brenda nesh, e kemi brenda, lindim me të që përpara se të vim në jetë. Për ta kuptuar këtë, duhet t'i kthehemi një disiplinë të harruar, fizionomisë. Fizionomia është një fushë që sheh një lidhje të fortë midis formës së jashtme të njeriut, sidomos fytyrës, dhe karakterit tij të brendshëm. Shembujt më të thjeshtë janë këta. Për shembull, një hundë e drejtë tregon fisnikëri, një hundë e sheshtë ngathtësi, një hundë e harkuar dinakri apo egërsi. Kur e dëgjon kështu, këto gjëra tingëllojnë si supersticione mesjetare. Por ka një intuit këtu tek shkenca fizionomisë që në një farë mënyrë mbështetet edhe nga shkenca moderne sot. Për shembull, ka eksperimente që tregojnë se edhe thjesht një buzëqeshje e sforcuar mund t'i bëjë njerëzit më të lumtur, më pak të stresuar. Dhe kjo është pikërisht intuita e fizionomisë, që ka një lidhje pra të nëndeshme mes formës së fytyrës dhe botës së brendshme të njeriut. Dhe kjo disiplinë sot e harruar për shumicën e historisë njerëzore është marrë shumë seriozisht. Vetë Platoni kishte ide fizionomike, madje ekziston edhe një traktat mbi fizionominë që i atribuohet shkollës së Aristotelit. Dhe kulmi i fizionomisë erdhi në shekullin 18 me autorin Johann Caspar Lavater, i cili shkroi ese mbi fizionominë, një bestseller ndërkombëtar në kohën e tij. Babai i Mary Shelley me siguri e kishte lexuar, dhe më shumë gjasa edhe vetë Mary Shelley e kishte lexuar këtë libër mbi fizionominë. Dhe ndikimi i kësaj disipline ndihet qartë në romanin Frankenstein. Dhe pikërisht këto ide sfidojnë më fort se asgjë tjetër shpjegimin social të cilin e tham më sipër. Leximi fizionomik tani na thotë që shëmtia nuk shkakton ligësinë nga paragjykimi i shoqërisë. Shëmtia është thjesht shfaqja e jashtme që tregon se ligësia është aty brenda, ka qenë aty brenda. Nëse ky interpretim është i saktë, atëherë duhet të dyshojmë seriozisht tek mënyra se si krijesa përbindshje tregon historinë e tij në libër. Duhet të dyshojmë për pastërtinë e qëllimeve të tij fillestare, duhet të dyshojmë edhe në pendesën që ai pretendon se ka në fund. Dhe kemi arsye të mira për këtë, sepse vetë Viktor Frankenstein na paralajmëron vazhdimisht. Krijesa është shumë e dashur, por shumë servile dhe mashtruese. Bëni kujdes. Pra, sipas këtij leximi, nuk është se shëmtia e krijesës përmes paragjykimit të shoqërisë prodhoi ligësinë të krijesa, por është që shëmtia gjithmonë ka qenë një shenjë, një paralajmërim i ligësisë që krijesa mbante brenda vetes që në fillim të herës. Sepse Lavater gjithashtu nuk pretendonte një determinizëm moral absolut. Pra, ai po thoshte se pamja e jashtme zbulon diçka për thelbin e brendshëm, por nuk e përcakton atë plotësisht. Me fjalë të tjera, thelbi mund të kapërcehet edhe pse me shumë vështirësi dhe mundim përmes edukimit dhe formimit. Shembulli klasik këtu i kësaj është Sokrati, i famshëm për një fytyrë të shëmtuar, por një shpirt jashtëzakonisht i bukur dhe i mirë. Kjo ishte një pikë shumë e rëndësishme për Lavaterin, dhe si gjithmonë Nietzsche e tregon këtë histori në mënyrën më goditse. Sokrati ishte i shëmtuar. Edhe sot mund ta shohim këtë të statujat e tij. Një i huaj, ekspert në leximin e fytyrave, i tha Sokratit në publik në mes të sheshit të Athinës se fytyra e tij tregonte se ai ishte një përbindësh që mbante brenda vetes çdo vesë të keq të mundshëm. Të gjithë rreth tij që dëgjuan u tronditën, po prisnin që të talleshin me të huajin. Por Sokrati ju përgjigj thjesht: "Zotri, ti po m'njih ke mirë." Sokrati e pranoi. Në rini kishte pasur impulse të errta, dëshira të pa kontrolluara perverse, një natyrë të egër. Pra, fytyra e tij zbulonte diçka reale për thelbin e tij. Por ai e kishte kapërcyer këtë përmes filozofisë. Dhe tani arrim tek leximi i tretë, ai që unë e gjej personalisht më përplotësues, që na vjen nga shkenca e biologjisë evolucioniste. Pse jemi ne instinktivisht të tërhequr nga bukuria? Kjo duket një pyetje e thjeshtë në fillim, por përgjigja është e thellë sa vetë universi. Çdo qenie njerëzore ka ADN-n e vet. Dhe kur ADN-ja replikohet, kur prindërit krijojnë fëmijë, pra ndodhin gabime kopjimi. Këto quhen mutacione gjenetike, gabime gjenetike, okay? Çdo person lind me gabimet e tij, me ngarkesën e gabimeve të tij mutacionale kur lind, diku ta 20 deri në 100 mutacione. Dhe shumica prej tyre janë neutrale, disa janë shumë negative. Tani,
Bukuria në thelb do të thotë simetri, dhe simetria në gjuhën e biologjisë do të thotë sukses. Sepse për të rritur një fytyrë të bukur simetrike, duhet bashkërendim i jashtëzakonshëm, i suksesshëm, i një pafundësi agentësh biologjik. Një person me ngarkesë të lartë mutacionale, me gabime gjenetike, thjesht nuk mund të prodhojë bukuri. Pra, kur shohim dikë të bukur, truri ynë, me nëndvetdije, pa e kuptuar me ndërgjegje, lexon një sinjal të tjetri. Këtu përballë meje është dikush me gjene të mira, dikush me sistem biologjik që funksionon mirë, dhe instinktivisht dëshirojmë të investojmë, të qëndrojmë pranë, ta mbrojmë, të çiftohemi me të, sepse kemi interes evolucionar të kemi fëmijë me gjene të mira. Me këtë person, bukuria është, me fjalë të tjera, një dëshmi e punës biologjike se si gjeometria, pra rregulli, ka triumfuar mbi entropin, kaosin biologjik të brendshëm. Bukuria është proof of work, siç do të thonin programuesit. Sistemi superkompleks i trupit ka dëshmuar se funksionon duke prodhuar atë rezultat të dukshëm që sheh të tjetri. Dhe shëmtia nga kjo perspektivë nuk është thjesht mungesë estetike, është sinjal i ngarkesës i gabimeve mutacionale. Kjo shpjegon pra pse reakcioni ndaj shëmtisë mund të jetë i lindur, jo i mësuar. Pse fëmijat e Frankensteini, pra trembet, pa e mësuar askush se përbin që është i shëmtuar ose është i keq. Ky është momenti kur mendoj se disa njerëz nguten, ndalojnë para kohës, sepse kjo nuk do të thosë se ti je i dënuar përjetësisht nëse je i shëmtuar, sepse bukuria nuk është vetëm fizike e lindur, ajo edhe mund të prodhohet gjithashtu. Shembull, humori kërkon bashkërëndim kompleks të aftësive kognitive, kreativitet, shpejtësi mendore, lexim social. Një person me ngarkesë të lartë mutacionale e ka shumë të vështirë të prodhojë humor. Aftësia pra për të prodhuar humor të bën vetvetiu më të bukur. Roberto Benigni nuk ka kurrfarë bukurie fizike, por aftësia e tij për të prodhuar humor dhe moral të vërtet e zbukuron atë si njeri. Arti, aftësia për të prodhuar diçka të bukur, është treguesi i gjeneve të mira, jo vetëm të njerëzit, por në të gjitha speciet që ndërtojnë fole dekorative, edhe shfaqin sjellje të bukura. Fëmijët mund të tremben kur shohin foton e Picassos apo të Salvador Dalis në fotografi, por veprat e tyre janë një dëshmi e kapacitetit të jashtëzakonshëm kognitiv për të transformuar disa ide komplekse në koncept vizual të thjesht. Pra thelbi është i njëjtë. Për ata që kanë pak njohuri nga teoria e sistemeve komplekse, bukuria në fakt është gjeometria që sfidon entropin. Muzika, baleti, filozofia, letërsia, morali, të gjitha këto kërkojnë kognicion kompleks dhe të gjitha mund të prodhojnë bukuri. Të jesh me moral të lartë, në thelb do të thotë se ke treguar qëndrueshmëri të lartë, duke i ruajtur disa parime në jetë, pa i shkelur, pavarësisht presionit social gjithnjë më të lartë për t'i shkelur. Pra, i njëjti thelb. Rregulli i brendshëm pra, struktura, ligji moral në mua, do të thoshte Kanti, gjeometria, triumfoi mbi entropin. Të qenit i disiplinuar të zbukuron, sepse struktura që ke krijuar në jetën tënde të mbron nga kaosi gjithnjë në rritje i përditshmërisë. Një trëndafil i rritur në ferr është më i bukur se një lule në kopësht. Floriri dhe diamantet na duken instinktivisht të bukur pa na e thënë askush, sepse ne kemi të lindur dëshirën për t'i dashur dhe për t'i çmuar gjërat që kanë një strukturë të brendshme, që i rezistojnë entropisë, kaosit, çrregullit, i cili i sulmon nga ana e tij pa pushim. Dhe nëse kujtoheni për vetitë e floririt, i cili nuk oksidohet, dhe strukturën atomike të diamanteve dhe materialeve të çmuara, e keni të thjesht për ta bërë lidhjen. Pra, ku na çon e gjithë kjo? Si të bëhesh i bukur pra? Kemi 3 lexime të ndryshme për të njëjtën pyetje, pse shëmtia dhe ligësia lidhen. Leximi social na thotë se nuk janë të lidhura. Shoqëria i lidh, duke paragjykuar dhe duke prodhuar mllef. Fajtor është paragjykimi pra, jo shëmtia. Leximi fizionomik thotë lidhja ekziston, por nuk është aq fataliste. Pamja zbulon thelbin e njeriut, por thelbi mund të kapërcehet. Sokrati është provë e kësaj. Leximi biologjik thotë ka një bazë reale për intuitën tonë. Bukuria jon sinjalizon shëndet, perfeksion gjenetik. Por bukuria është më shumë dhe shumë më e gjerë se sa vetë fytyra. Bukuria është principi brenda shkruar në fabrikën e universit dhe mund të prodhohet në forma të ndryshme. Si të bësh i bukur pra?
Bukuria lind nga aftësia për të prodhuar rregull, rend, gjeometri nga diçka komplekse dhe kaotike. Kur ti gjen metaforën e goditur për të shpjeguar një ide komplekse, dëgjuesit e vlerësojnë bukurinë e gjuhës tënde. Kur ti e ke shtëpinë rrëmuj, por pastaj e sistemon, ndjen shërim duke qëndruar në të. Kur ti e ornamenton veten me objekte, me materiale të çmuara, po i arrit bukurinë vetes. Kur prodhon letërsi, poezi, art, muzik, shkencë, matematik, ndërton një shtëpi të bukur, çdo gjë që sjell rregullsi prej kaosit, automatikisht të kthen ty në një prodhues të së bukurës, e përrjedhoj je bërë edhe veti bukur. Pra, qoftë nëse ke lindur me bukuri fizike apo jo, mos resht kur së kërkuarit të bukurën, sepse nëse vazhdon ta prodhosh mjaftueshëm gjatë të bukurën, ti bëhesh ajo vetë.